Unë nuk them të arrestojnë, të jetojnë. Nuk i ndalojmë, po jo të hetimet i bëjnë selektive. Jo pasi bjen fatura këtu e rënd, e kripur, kujtojnë edhe thënë, na sillni ju kallëzime ne që të fillojmë në hetimin. Po çka ke aty ti? Por unë kam hallë se po ja u marrim shpirtin si shtatë Langozi se 10. Edhe një herë po ju them. Ore le të jenë 20, më i bëjmë edhe 50, po e kupton që s'kan vullnet. Pse më beson 20 prokurorë që mashtrojnë popullin shqiptar? Këtë nuk e kuptoj unë. Janë 20 mashtrues. Kaj që ke shumë të thjesht kjo. 20 mashtrues. Mashtrues i ke marr. Jo, Shlima, jo. Te Kuksi. Ku i ke? Propaganda mëngjesin dark. Janë kthyer si Partia Komuniste njëherë në kohë. Te Era Albania, ku i ke? Ku i ke mër zotri? Ore ku e ke dosja Balluku 2021 aty, zvarit 2025 kujtove që Balluku pas ka problem? Po tigrat i ke aty, mor, tigrat i ke aty, si nuk e ke jetuar, mo? Dosja Olta Gjashkës, ku është dosja Olta? Ku është ajo, po bravo e tetra, se harrova të tërë. Ku është Olta, mo? Ka po parat mode për para spakut, dhe nuk kukuzasin një të bëjnë diçka. Ska vepër penale ta mbyllim, se mbajmë peng. Bravo, ta pushojnë. Ta pushojnë. Bravo, të vendosin pushimin. Vepër Olta është groj mirë. Jo, më fal, bëj një ndërhyrje. Mos ta pushojnë çështjen. Akuzën e dyshuar ndaj Olta Gjashkës. Ta pushojnë. Po të paktën të dalin me një vendimarrje. Jo mua të pa bëjnë aty, parat mode, ku shkoj sot të spaku dhe kush dol nga spaku dhe sa orë ngënej të spaku. Dhe jo të përdoret formati drejtësisë në parim si një format që vin nga 1944 në vazhdim. Prandaj them, çdo projekt që është prekur nga Edi Rama ose është propozuar nga Edi Rama, e kemi disfatën Begeti 2. Okej, mirë. Me të drejtë tha kolegu. Okej. Perfekt, mirë, unë jam i bindur që pjesa më e mirë e investimeve që ka pasur vendi ynë ka qenë e pamundur që mos të kalojnë në duart e SPAK dhe janë shumë investime dhe janë pak prokurorë. Jo, ka dështuar. Mirë, çështja e radhës është çështja Veliaj që dua të diskutoj çfarë po ndodh hetimet të tjera në raport me të apo jo. Të lutem regjia siglën dhe rikthehemi për diskutim. Njëra dosje e Veliajt është ajo që po gjykohet tashmë për sa i përket vlerës që shkon rreth 800 kusur mijë që është e përfshirë dhe bashkëshortja e tij, është le të themi dosja për cilën ai po vazhdon të qëndrojë në paraburgimin e qytetit të Durrësit, edhe pse me statusin e kryebashkiakut që e la le të themi në fuqi gjykata kushtetuese si detyrë, pra si funksion, ndërkohë në anën tjetër ka shkuar në kushtetuese Veliaj edhe ka bërë le të themi kërkesë që të quhet i pavlefshëm, e pavlefshme mase arrestit ndaj tij, arresti me burg, ndërkohë që në datën 28 maj do të kemi seancën në gjykatën e lartë, rekurs për ndryshimin e masës sigurisë që pritet, pra pret mbrojtja e Veliajt, një masë më të butë. Mirë, po ndërkohë, avokat Langozi edhe kolega Klodiana Lala raportoi që ka një dosje tjetër dhe ne e dim që është një fraksion tjetër hetimor ndaj Veliajt për sa i përket që është i përfshirë dhe vllai të tij. Tani kemi të bëjmë me ndonjë hetim që është më i thellë se ky për cilën Veliaj po qëndron në masën e arrestit me burg? Unë mendoj që të flasim si jurist tani. Po, dua ta kuptojmë qartë. Pastrimi i produktit të veprës penale është një vepër e cila nga prokuroria e posaçme është hetuar. Nuk mundet të krijohet fraksion për pastrim produktit të veprës penale për të njëjtat histori apo të njëjtën periudhë kohe. Tani nëse ka kryer te kjo era parë, se pastrimi i produktit të veprës penale nuk përfshin vetëm një veprim që ka kryer një person, po një aktivitet të tërë për të pastruar një produkt. Kështu që edhe ky fraksion që mendoj unë që ka dalë tani, është presion për të krijuar një mjergull edhe një propagandë dhe një ndikim te gjykata e lartë, sepse prokuroria e posaçme normalisht aty është kthyer një betejë personale midis prokurorëve dhe edhe zotit Veliaj dhe vlerësoj që prokurorët atë kanë dorë që të krijojë një dosje të dytë, një fraksion të dytë dhe ajo dosje mund të ketë autor të tjerë dhe unë jam shumë dakord që duhet të hetohet për autor të tjerë, po kurse si për të njëjtin autor të cilën ti e ke marrë pandehur. Erion Veliaj është i pandehur për pastrim produkti në gjykatë. Dhe nuk mundet për të njëjtën histori, për të njëjtën kohë të krijohet një dosje të dytë. Por për personat e tjerë unë jam shumë dakord, duhet hetohet, nëse ka persona, duhet vjen para përgjegjësisë,
Po në rastin aktual unë shikoj se gjithmonë prokuroria e posaçme kur do të shantazhoj gjyqtarët, ne krijon një dosje apo një gjë. Dhe të mos harrojmë se është shantazhuar edhe gjykata kushtetuese. Dhe ju e dini shumë mirë kur ka qenë rasti i gjykimit të përgjimeve Sky Plum Gjoka, për rasti Plum Gjokës, që po diskutoj që këto përgjimet Sky a duhet të ishin cilësinë e provës apo jo, gjykata kushtetuese u vunën presionin e timit. Çfarë është bërë me atë tim? Pra, ne pam në media që u publikua një shkresë tim përgjigje nga zoti Dumani, që thoshte nuk ka hetim për gjykatën kushtetuese, ama nga ana tjetër kishte përgjim për antarin Gent Ibrahimi. Një autorizim që lejonte përgjimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe unë për mendimin tim, kjo është shantazh, edhe vazhdojnë në klimën e shantazheve. Unë s'jam Erion Veliajt, për mendimin tim Erion Veliajt do të mbajë përgjegjësi për ato që ka kryer, po me fraksione, me dosje të krijuara, për mendimin tim kjo është abuzive dhe është fillimi i paligjshëm i ndjekjes penale. Dhe nëse ne do kishim një aferë korruptive tjetër, padyshim duhet hetohet, po jo të krijojmë dosje se duhet të shantazhojmë ne një person që është në burg se ka inat personal një prokuror. Ka inat personale, sepse përderisa ti ke quar avokat në proces gjyqësor që mbron interesin tënd që je apo si e prokuror, për mendimin tim, prania e prokurorit sallë gjyqe në konflikt civil është në kushte të konfliktit interesit të hetimit dhe të gjykimit Veliajt. E duhet të kishte ikur nga dosja. Nuk mundet Ols Dado të vej në gjyq civil që e ka hedhur Erion Veliajt të shkojë dhe të përfaqësojë dhe akuzën. Kështu që unë vlerësoj që këtu kemi konflikt interesit. Po kush do ta hetoj konfliktin interesit? Artur Metani që flet gjumë? Apo do ta hetoj kjo e ILDKP-s, që nuk e dim fare çfarë punë bën kjo, që ka një institucion që duhet kalonte vetin çdo zyrtar shtetit shqiptar. Keni parë në një kallëzim nga ILDKP-ja ju? Keni parë? Për konflikt interesi, ka detyrë ta thrasë, zotri, je në gjyq me këtë di? Po, çfarë kërkon ti? Pse shkon në gjyq në çështje penale? Pse si e dorëheqe? Po, Artur Metani mori flamurin në Texas. Kështë vajtë Texas atje erdhi me flamur. Ka kuptoj dhe pa pik turpi, zyra mediatike Artur Metanit dërgonte mesazhe gazetarëve, ju lutem bëni një lajm se Artur Metani ka marrë flamurin në Texas. Qa flamuri ke marrë ti më zotri, qa flamur? Merru me dosjet që prokurorët zvarrisin proceset, merru me dosjet ku prokurorët vendosin gjoba, merru me dosjet ku zvarrite me vite me shekuj. Vajt mori flamur, turpi zote, pra e kuptoni ku e kemi drejtësinë propagandistike. Prandaj temën jemi këtu në kohën e Enverit. Ju thoni që më shumë se sa një dosje hetimore është një çështje që i vlen një lloj shantazhi. Nuk ka gjykat që të marrë përsipër kur tjetër po gjykohet për pastrim produktit të hetohet dhe gjykohet prapë për njëjtën gjë. Se s'ka pastrim produktit dy herë, ka vetëm një herë. Aktiviteti kriminal e ke bërë produkt ligjshëm. Ta bëj pyetjen ndryshe? Po nëse dosja e parë lidhet me aktivitetin e të qenit kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe pastrim parash mund të jenë për shkak të një aktiviteti i cili vjen nga një veprimtari private, a do duhet të ndahen këto? Patjetër që duhet të ndahen këto, por jo për të njëjtë, sepse një person ka pastruar një produkt, pra ka marrë të ardhura të paligjshme nga një korrupsion apo ku diun të ardhura si zyrtar. Po, një zyrtar. Po, si zyrtar. A ka kontrolluar jetën e Veliajt gjithë ky zotria? Se kontrolloi edhe sa mbathje kishin brenda në zyrtare, e kontrolloi apo jo? E çfarë hetimi do bëj tjetër ky, çfarë doli tjetër nga hetimi? Edhe nëse do dali, jam pjesë e kësaj dosje pra. Sepse është pastrim produkti, ka një kozë zgjatje, ka një produkt që ka një definicion pozitiv plus, pra që del në favor, sikur është produkt i ligjshëm. Në rasti konkret çfarë ka dalë atu? Se u hetuan dhe sa rroba kishin bler nëpërmjet rrjeteve sociale. Që këtë vetin nuk e ka kaluar Ols Dado, sepse me të drejtin ngre probleme të gjithë publiku. Kush e favorizoi Ols Dadon që është aty ku është? E qartë. Okej. Llangozi, faleminderit. Zhllima, tani çfarë ndodh me këtë histori? Ky ishte interpretimi që i bëri Llangozi, që për të njëjtën vepër penale nuk do ishte e nevojshme që të kishim ndarje të dosjes. Mirë po unë shtroj një pyetje këtu. Nëse Veliaj
Me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me vendimin e gjykatës lartë, që kushtetuesja mund të thotë arresti i palishëm dhe gjykata e lartë në pavarësinë e saj dhe mund ta liroj, a mund t'i ta rikthej në burg në rast se do gjenin diçka në dosjen tjetër këtu, në këtë fraksionin tjetër, ndarjen tjetër? Në rast se gjykata Pastaj vështirësohet puna Veliet, është pyetja e thjeshtë. Në rast se gjykata kushtetuese e liron zotin Veliaj duke deklaruar se arrestimi i tij është i palishëm, nuk kupton që edhe arrestimi i zotit Beqaj është i palishëm, arrestimi i zotit Meta është i palishëm, arrestimi e të tjerëve është i palishëm, sepse këta individ nuk kanë pas pushtet aktual, pra nuk kanë ushtruar pushtet apo mënyra presioni dhe formave të ndryshme. Pra do të thotë që gjykata kushtetuese do bëhet vegël e vetes sajt si një gjykatë e një përdorimshme, që do të thotë në nocione shumë të ndryshme secili mund t'i vendos vetë një tabel. Nga ana tjetër, kur gjykata e lartë do të liroj zotin Veliaj në muajin qershor, këtu kam një betejë Është 28 maj. Jo, në muajin qershor, sepse në muajin më tha zoti Karaja këtu, Leonardi. Po, avokati. Edhe më tha që në muajin qershor zoti Veliaj do të dalë. Ai ka thënë maj qershor, maj qershor do të dalë. Dhe po. unë po e pres me shumë kënaqësi javën e ardhshëm që në muajin qershor të bëjmë një takim basin përballë. Unë kam thënë që nuk del, sepse është pikrisht manual 1144, po e doli përsëri manuali vazhdon sepse kemi përsëri të partisë së tij që është Partia Socialiste. Pra, për mua është njësoj si të jetë brenda zotit Veliaj, si do jetë jashtë zotit Veliaj. Për mua është njësoj. Marsueto pak ligjërisht, jo me emocion. Shko ligjërisht, një sekond, as me emocion pas ligjërisht, Këtu është politikisht. Një sekond. Ligji. Zoti Veliaj është arrestuar nga një prokuror që dyshohet si është emëruar. Është rrezikshme kjo. Por atë dyshon Veliaj. Se në rast se nuk e ka kapur sistemi i vettingut dhe e ka kapur Veliaj, do thotë Veliaj nga e mësoi këtë sekret, edhe nuk e mësoi komisioni i vettingut. Pra, janë vendosur individ të caktuar në sistemin e drejtësisë për të i mbajtur me peng me dosje personale. Shumë të mëshme. Edhe ju më thoni për gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë kur gjykon për politikan. Ua, tu do thotë diçka nuk po shkon mirë. Pra do thotë ka një problem. Çfarë problemi ka zhdima? Pse një A4 ka Veliaj për Olsdaton? Pra, do thotë që Veliaj di ka diçka. Po ajo që në të çuditi ty, pse njeriu që ka bërë reformën u përgjua nga vetë reforma zoti Ibrahimi? Ua, edhe këtu s'më dalin shifrat. Ç'a është kjo gjë? Si ka mundësi kjo drejtësi të jetë e pavarur, e paanshme dhe ndikuar nga të huajt? Ua, dhe çka nuk shkon mirë. Tani, zhdima. Të vim te serioziteti tani penal dhe juridik. Ç'ndodh pra ç'do bëj kushtetuesja tani? Atë që të thash më përpara. Ose janë me një letër A4 njëri tjetrin janë banë more. Më kupton tani që janë njëri me tjetrin. Janë në presion njëri tjetrin, reforma në drejtësi ka qenë që në fillim e pengmarrjes. Ligjërisht, më shpjegon çik ligjërisht. Le më ligjërisht këtu ka ikur, ka ikur. Ato që tha kolegu janë për universitet more. Ku janë për ata atje, ma ate nuk njohin kështu gjërash, ma do që ata kolegu në lodhën t'i them, zot t'a them kur të gjëra, që tha kolegu. Marrë çfarë ka bërë gjykata kushtetuese. Edhe njerë, është në presion, zotri. Kush është në presion? Më dëgjoj pak të them diçka shumë të thjeshtë. Po kërcënon Olsdaton apo Olsdato po kërcënon Veliaj? Olsdato po kërcënon Veliaj, më zotri. Si po kërcënon? Edhe po ndihmon Edi Ramën, është shumë e thjeshtë kjo, më zotri. Në muajin gusht, që gjithë jemi në pushime, vllai i Erion Velis shkon në SPAK. Në muajin shtator, Edi Rama shkarkon Erion Velin me zgjatimin e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak. Si të quhet ty? Po nuk është ky presion, ç'a ta kon përkthej gjë tjetër pastaj. Ore, hiqni menja nga kodi penal. Unë nuk them që është i fajshëm apo pa fajshëm Veliaj, se s'mi intereson fare, se ashtu si i ka hyp kali dhe të zbresi vetë. Ore, më dëgjoj të them këtë gjë. Parashikimi jot ligjor, si jurist. Nuk ka parashikim ligjor sepse kemi të bëjmë me A4 bosh që i ka secili edhe i plotson për njëri tjetrin.
Gjykata e lartë, gjykatës kushtetuese, SPAK-u, njëri tjetrit me radhë brenda SPAK-u. Ta kupton? Reforma në drejtësi ka humbur qëllimin e vet. Pse? Se njëri ka dosje për tjetrin. Unë po të them shumë e thjesht kjo. Kur Erion Veliaj e dika që zoti Dado që ka emruar në mënyrë të paligjshme. Po flasim për faktin penal. Si nuk e mësoi komisioni i kualifikimet. Mos ma vështirë. Po jo, nuk ka lidhje fakt. Kjo dosje ka 2 fraksione, po them edhe një herë. Po edhe një herë po të them. Është në burg për njërën. Presion, është formë presioni. Prit pra një sekond, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të mëparshëm që riktheu Veliaj në detyrë. Po nuk ka lidhje ajo. Po nuk ka lidhje ajo. Letësi. Jo, nuk ka lidhje, se nuk e ktheu asnjërin në detyrë. Por i dheu sa i paduruar je, mo dalë më burg tani të lutem. A ndihmon gjykatën kushtetuese për vendimin e radhës për pavlefshmërinë e masës arrest me burg ndaj Veliaj, vendimin më parshëm rikthimit në detyrë, duke qenë se po nuk ka ikur asnjëherë në detyrë më zotëri. Pse ngatrohen? Shkarkoj, pra, e riktheu kushtetuese. Kush e shkarkoi asnjë? Këshilli Bashkiak. U shkarku proceduralisht. Po shkarkoi Këshilli Bashkiak. Nga pikpamja ligjore nuk është shkarkuar zoti Veliaj. S'është pezulluar. E shkarkoi. Jo. E shkarkoi Këshilli Bashkiak dhe mos prezencë dhe mos prezencë Bashkiak me urdhër kryeministrit. Me urdhër kryeministrit. Vendimi u mor. Olangozi vendimi u pezullua më zotëri për vendim se u ankuar në gjykatë kushtetuese. Po këtë pra po them pra sepse e pezulloi kushtetuesja vendimin. Dhe pyetja ime është, ky pezullim i vendimit e shkarkimit të Veliaj. Andi, me çfarë rregullore u mblodh Këshilli Bashkiak? Kush e mblodhi Këshillin? Me urdhën e kryeministrit. A mbaroj. Po kush ka autonomia vendore? Të pushteti. Po mirë, pa ajo që ndikoj. Ore kushtetuesja dhe mund ta kishte lënë shkarkimin në fuqi o Langoz. Jo, tu Shqipëri më tu nuk diskutohet dieta, ligji, nuk ka siguri, nuk diskutohet. Po flasim, a ka mundësi që një kryeminist të ndikojë te pushteti vendor? Jo. Dhe kjo ishte vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe i drejtë. Pavarësisht shantazheve që kanë kurris. Po tani. Se ne po flasim për shantazh. Te vendimi i radhës, e ndihmon vendimin më parshëm? Më dëgjoj të lutem. Në çdo dosje kur provat e prokurorit te masat e sigurisë bien poshtë, prokurori thotë ka dhe një dosje tjetër. Edhe kur ke vajtë gjykimi i themelit, nuk ka si dosje tjetër. Po thjesht prokurorët gënjejnë. E si është e mundur një prokuror vjen para gjykatës dhe gënjen? Dhe si është e mundur një gjyqtar i beson një prokurori? Se janë shok me njëri tjetrin, prandaj dosja tjetër është faktike, Langozi. Një sekond, mos është për vllajën e tij, një sekond. Për vllajën dakord. Le të tohet ande. Po si po duhet ne ande. Shohim për përfshirje e Veliajt. Jo, po është për vllajën e Është thirrur zonja Bushka. Në SPAK. Zonja Bushka nuk është e pandehur. Klotilda Bushka është thirrur shmarrë në pyetje për është e pandehur Bushka. Po mos bëni leksione universitare këtu, të flasim politikisht. A është e pandehur Bushka? Jo, është marrë e pandehur në dosjen e po. Për pengim drejtësie se si e ka, si është një pandehur, a mundet, a ka detyrim të japi shpjegime? Po për cilën dosje? Jo, nuk ka, kur është e pandehur. Jo, është e lidhur dosja, Ka të drejtën e heshtjes. Mos të flas. Nuk provohet me dëshmitar pastrimi produktit të burr, leça bën show atij ata. Marrin njerëz tjerë. Po thjesht them edhe këtë tjetër. Ma lidh me vllajën e Veliajt. Aty hajde diskutojmë. Këtu po mund të themi, a lidhet zoti Veliaj me biznesin e vllajt të tij me privatin për sa i përket reklamave të ta thashë fillim kur po diskutojmë me Langozin, Veliaj si zyrtar dhe Veliaj në privat. Ore gjia më jep pak më shumë zot Langozin. Lutem, pse pikërisht doli ky informacion ditën e djeshme? Ma shpjego. Se është gjykata kushtetuese, prit. Te nuk dolin përpara kjo dosje e fshet. A mund ta dim? Po nuk është e fshet kjo. Po pse duhet t'i japim publicitet tani? Pse? Në pikërisht tani, pse? Pse pas 2 muajsh jo? Pse para 2 muajsh jo? Po pikërisht tani pra që publiku të shikojë që drejtësia shqiptare është duke punuar. Ja ka dhe i dosje tjetër për Veliajn, hajde ta mbysim. Unë jam pro, jam plotësisht pro që Veliaj të vihet para përgjegjësisë, po jo me montazhe. Me montazhe, për mendimin tim, do të sjellin pasojë shumë të rëndë, sepse këto dosje do kontrollohen dhe më lart. Edhe është për të vlerësuar, edhe gjykata kushtetuese që ktheu Veliajn në pozicionin që është. Pse? Sepse kryeministri nuk është i gjithë pushtetshëm. Sa atëherë kalojmë te mbretin te diktatori. Diktatori thoshte do shkruajmë pa rrulla partia në ver,
edhe ngriheshin gjithë nxënësit shkruanin pa rrullë. Pra, nuk jemi në këtë kohë, po flasim për demokraci. Demokraci, pushtetet janë ndara. Dha urdhër kryeministri aty të gjithë ata si çfarë janë njerëz pa reputacion, pa integritet.